Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi. Jemi pikërisht në hallin përpara tribunës qendrore të këtij stadiumi, ku pas pak do të nisë sfida Vllaznia-Bylis java 34. Kam përzgjedhur për një opinion në këtë partnership, një emër shumë të njohur të fushës së gjykimit, është Jedmir Podgorica, por një herë është dhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër dhe drejtues edhe një shoqate shumë interesante, Shkodra Sport Event, që organizon turne të rëndësishëm ndërkombëtar gjatë gjithë vitit. Jedmir, Vllaznia-Bylis, shikoj jo shumë entuziazëm, nuk shikoj atë vrrullin dhe masivitetin e tifozëve, ndoshta do të vinë me pas. Po mendoj që ne si qytet ne e suportojmë gjithmonë Vllaznin, por ndoshta mas në rezultateve pak jo të duhura për Vllaznin, mendoj që mund të ketë reflektuar te tifozët, por gjithashtu është edhe pjesa e orarit, i cili kufizon pak pjesëmarrjen e tifozave. Megjithatë është një ndeshje me rëndësi për Vllaznin, ndoshta mundësia për të rimarrë vendin e parë përsëri në ne kena bërë të rëndeshje me rezultat jo pozitiv. Unë mendoj që kanë të rëndeshje të mira, por rezultatet nuk kanë ai duhuni, duke filluar nga barazimi me Voren, nga skualifikimi nga Kupa e Shqipërisë me Dinamo Komran Shkodër dhe me humbjen me Elbasan. Kjo ka ndikuar normalisht edhe pak te gjendja e ekipit, por mendoj që ekipi ka forcat e duhura për me rimarr vetin dhe me dalë në vendin e parë të renditjes. Gjithashtu shikojmë tek formacioni që sapo është publikuar, ka disa ndryshime, nuk është në port portieri gjerman, mungon Gjini, mungon Krymi, janë mungesa që e vetmja mungesë taktike mendoj që është Gjini, ndërsa të tjerat janë të mungojnë për efekt të kartonave. Ndërsa mendoj që zëvendësimi i Gjinit, pra uljen e stolës Gjinit, mendoj që është një gjë taktike nga trajneri dhe besoj që do të dalin edhe suksesshme. Po shikojmë se Doda është rikthyer, Kevin Doda sërish nga minuta e parë, pas një luhatje në dy ndeshjet e fundit, i cili u ndrua dy javë më herët. Pa përfunduar ndeshja dhe nisi nga stoli në ndeshjen e fundit. Unë Kevinin e njeh shumë mirë, është një vogël edhe kam arbitruar, po edhe kena përzgjatë disa herë si lojtari më i talentuar në turneun që ne kena bë çdo vit, edhe unë e di shumë mirë cilësitë e tij, edhe cilësitë si lojtar dhe cilësitë si djalë. Mendoj se është një vlerë shumë për Vllaznin dhe shpresoj që edhe në ndeshjen e sotme shënoj edhe gol. Është një ndeshje që Bylisit i duhet patjetër fitoria, ndërkohë Vllaznisit i duhet akoma më shumë për të kapur Kreun. Janë dy pozicionet e kundërta. Jo vetëm kjo ndeshje me Bylisin, por ne kena tre ndeshje delikate, qoftë me Bylisin, qoftë me Tiranën apo edhe me Flamurtarin dhe natyrisht ne na duhet vetëm fitoria. Është e diskutueshme për ne që ne kërkojmë vetëm fitoren dhe shpresojmë që të arrijmë fitoren, pavarësisht të rëndësisë që kanë të pika edhe për ekipin kundërshtar, qoftë Bylisin, po edhe Tiranën apo Flamurtarin. Kështu që mendoj që në ndeshjen e sotme patjetër që pretendojmë për fitore. Jedmir Podgorica, krahas fushës së gjykimit, se nuk po ju ngacmoj nga që jeni edhe në top listën e kategorisë superiore si arbitër me shumë vlerë, sepse edhe në një farë mënyrë nuk e lejohet shumë të komentoni për arbitrimin, por duke qenë se jeni sekretar i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër dhe zyrat tuaja janë në stadiumin Loro Boriçi dhe jeni krejt afër ambientit mjedisit fuçiblu. Si shikon atmosferën e këtyre javëve të fundit, duke qenë se jeni gjatë gjithë ditës pranë stafit, presidencës, por edhe futbollistëve? Po është një fat i madh me thënë të drejtën të punojmë në ambientet e stadiumit Loro Boriçi, qoftë për kushtet që ka, por edhe qoftë për njerëzit me të cilët punojmë, ndërsa ata janë edhe pjesa e lojtarëve të Vllaznisë dhe stafit të Vllaznisë. Unë mendoj që janë ndjem të mirë, janë ndjem të motivuar, janë ndjem të cilët mendoj dhe besoj që do të rikthejnë titullin e munguar të Shkodrës prej 25 vitesh. Mendoj që është viti i Vllaznisë. Pavarësisht këtyre luhatjeve të fundit, mendoj që janë normale në çdo ekip ka të luhatjet e veta. Unë besoj tek ekipi i Vllaznisë, besoj edhe te tifozët që do ta mbështesin ekipin e Vllaznisë dhe besoj që gjithë bashku mund të shpallojmë kampionin. Pra besoni tek titulli që e ndron çdo shkodran? Mos më takon me besu nga traditë familjare, nga edhe dashnia ime për Vllaznin, unë besoj realisht, por edhe logjikoj që është e arritshme si titull kampion. Me që preket traditën familjare diçka për babain tuaj që ka kontribuar në komisionet e para të formimit të klubit të Vllaznia. Si quhet? Ne do ta fillojmë ndoshta nga themelimi i Vllaznisë, ka kanë Hafiz Ali Podgorica, i cili ka kanë një ndër themeluesit e Vllaznisë, ka marrë në pjesën e komisionit të financës. Me pas gjyshje Mzeti Podgorica ka kontribuar si shef llogarit për klubin Vllaznia dhe me pas babaim ka kontribuar në klubin Vllaznia si kryekuzhinier, pasi që së gjyshit disa vite më vonë ka kontribuar si kryekuzhinier dhe kjo ka bën më shumë të lidhur me Vllaznin krahas edhe aktivitetet e tjera që kena pas.
dhe është e poshtë vllaznia në familjen tonë. Dhe natyrisht me gjithë këto elemente të traditës familjes Podgorica nuk ka ku të shkonte që edhe Jetmir Podgorica të vijonte të jetë pranë sportit shumë aktiv. Duke mbyllur sipas traditës së lidhjeve të drejt për drejta të Veriu Sport me pani nga kamera një parashikim të rezultatit. Është pak e sigleshme sepse por mendoj që 2-0 fiton vllaznia. Me një mendim tim 2-0 fiton vllaznia, Balaj do të shënojnë golat. Balaj dhe Doda shënojnë seksion Jetmir Podgorica dhe fiton vllaznia 2-0. Ky është mendimi i Jetmir Podgoricës, gjyqtarit të kategorisë superiore, sekretarit përgjithshëm të Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër, por edhe drejtuesit të Shkodra Sport Event, që e ka thënë në traditë duke sjellë Shkodër ekipi nga e gjithë bota, urime për gjithçka kontribon në sportin. Respekt.